që punon si operator në News 24. Po është futur ritmit të newsit, kështu që si kundër dhe me gjithë çunet e tjerë, kam punuar. Pra, Aldo ka një veçori që nuk trëmbet, është përmbytje, është tërmet, është zjarr, është dhe fjalë pak, njeriu që flet më pak. Pra, unë jam një person që fitoj shumë adrenalin nga ngjarjet, pra dua të hyj sa më thellë etj. Dhe Aldo, sikundër edhe Eltoni, edhe Vin Kambieri që e kemi këtu që gjithmonë qëndron pas kamerës, apo edhe të tjerë, domethënë Vin Daja, i madhi, Vin Kambieri nga ana tjetër, e të tjerë çuna, domethënë që qëndrojnë gjithmonë në gatishmëri dhe gjithmonë aty për të filmuar dhe për të parë atë çfarë realisht ndodh, sepse ka një gjë. Ne gazetarët, më mund të kemi dëshirë, mund të kemi vullnetin e tjerë, por pas syrin e tyre ne nuk transmetojmë dot asnjë gjë. Mirë, ndiqet ritmi, Gjithsesi, për ta mbyllur me pjesën e Aldos, ishte shumë e vështirë që t'i merrni me ato prononcim, e kanë kërkuar shumë për të marrë ato, le të themi, emocionet e diçkaje të tillë që mund të përjetohet në një live, emocionet e këqija, se më pas vjen ajo pjesa që pasi ke kaluar të keqen, shikon edhe se çfarë është bërë. Dhe mund të them që mund të jetë vetmja intervistë që jep, sepse nuk është është shumë i kamerës ai, është shumë i kamerës. Po pati edhe një interes dhe realisht faleminderit edhe për